Hasan el Basri, Allahu e mëshiroft, thot, dije o njeri që ti je kalimtar në këtë botë dhe ti je i përbër nga një formë që është formësuar, që është plotësuar nga disa ditë, nga një periudhë kohore. Dhe çdo minutë që kalon, çdo orë dhe çdo ditë, një pjesës nga jeta jote shkëputet, largohet dhe vjen momenti i fundit që ti, që unë, që gjithë secili prej nesh do të largohet nga kjo botë kalimtare dhe do të nisë jeta e vërtet që nisë me përballjen e gjithë secilit prej nesh me vdekjen dhe vjen e gjeli caktimi i gjithë kujt, ajo është enigmë, është e fshehur, e di vetëm Zoti i gjithësisë, por është një e vërtet që nuk e mohon as ai që beson Zotin dhe as ai që nuk e beson Zotin përballjen me vdekjen, por ndryshon koncepti i asaj që vjen pas vdekjes pikërisht në saj të besimit që njeriu ka në këtë botë përkohshme, kur e beson Allahun dhe ato çfarë e pret pas vdekjes, pra ballafaqimit me çfarë ai veproi në këtë botë përkohshme. Jeta kalon dhe në çdo çast vetëm se i afrohemi largimit përfundimtar nga kjo botë e përkohshme dhe të nis një rrugtim që ndahet në dy rrugë, o drejt rrugës së varrit që është kthyer në një baçe, në baçet e xhenetit, ose drejt varrit që është kthyer në një skëter, që është kthyer në një zjarr të frikshëm për atë që nuk e beson Zotin dhe për atë që nuk bën vepra të mira dhe është i shkujdesur në jetën e kësaj bote kalimtare dhe është i shkujdesur përballë bukurive joshëse që janë gjithashtu sprovë dhe janë sprova kalimtare për njeriu në këtë botë të përkohshme. Njeriu shoqërohet me qenie të ndryshme në këtë botë të përkohshme. Por ta di gjithsecili prej nesh që është vetëm një shok që shoqëron njeriu gjithmonë deri ditën kur ai dal përballë Allahut Azza wa Jall. Çdo gjë tjetër e lë njeriu në këtë botë kur ai largohet, kur ai përballet me vdekjen, çdo gjë ngel këtu dhe i vetëm një shok që askënd prej nesh nuk e le, vetëm është puna që ka vepruar njeriu në këtë botë. Janë punët e mira që ne kemi bërë për hir të Allahut Azza wa Jall, të nderuar besimtar. Pikërisht Allahu na tregon edhe mënyrën se si ne të gjejmë lumturinë në këtë botë përkohshme, ku thot: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah." Thot, ai që bën një punë të mirë, qoftë mashkull apo femër, dhe ai të punë të mirë e shoqëron me besimin e tij pa lëkundur tek Zoti i Madhërisht, tek Allahu fuqiplot që e ka sjell nga asgjëja në këtë botë, dhe ai jep urdhrin që ne të largohemi nga kjo botë dhe të përballemi para sunduesit drejt që është Allahu Azza wa Jall. Ai që bën një punë të mirë, mashkull apo femër, dhe bën këtë punë të mirë duke qenë besimtar, thot Allahu Azza wa Jall, ne do t'i mundsojmë një jetë të këndshme dhe ne do të shpërblejmë atë në bazë të punës së tij më të mirë që ai ka bërë në këtë botë të përkohshme, të nderuar besimtar. Puna e mirë është një themel që e mban të gjallë të karikuar besimin tek Allahu Azza wa Jall. Besimi pa vepra të mira të vazhdueshme është i çalët, është i mangët dhe është i papranuar tek Allahu Azza wa Jall, të nderuar besimtar. Profeti alayhis salam na tregon dhe thot, njeriu kur ndërron jetë, kur përballet me vdekjen që i vjen në mënyrë të befasishme, njeriu e shoqërojnë tre shok, le të themi tre shoqërues deri tek varri i tij. Dy prej tyre, thot profeti alayhis salam, kthehen pas, dhe njeriu kur është në varr dëgjon edhe hapat e fundit të njerëzve që largohen, dhe vetëm një shok i tij nuk e lë vetëm, dhe ato janë veprat e tij, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Familja e tij e dashur që kanë qenë njerëzit më të shtrenjtë, ndoshta ne kemi bërë sakrificën më të madhe në këtë botë përkohshme për familjen tonë, thot familja e varros të ndjerin, atë që ka ndruar jetë dhe largohet, dhe pasuria e tij sado e madhe të ketë qenë, sado miliona ai të ketë pasur pasuri të paluajshme, çdo lloj pasurie që ai të ketë, thot, kthehet pas
dhe njeriu merr shefinin e tij dhe veprat që ai punoi në këtë botë të përkohshme. Dhe thot profeti alayhis salam, do shkojnë ëngjëjt e dënimit në jetën e varrit, dhe ai njeriu që ka qenë besimtar, namazi i rrisem si mbrojtje në kokën e tij, dhe në të djathtë ka agjërimin, në të majt ka zekatin, ka sadakan poshtë tij, dhe gjithë trupi është i mbrojtur nga punët e mira që ai ka bërë. Dhe ata kur përballen me dënimin e ëngjëve të varrit, punët e tij të mira e mbrojnë atë, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Prandaj i dashur vëlla, shoqëro, bëj shok të mirë, puno fort për atë shok që nuk të lë asnjëherë, edhe kur ti do të jesh një ditë në varr, edhe unë do të jemi një ditë në varr, që janë punët tona, veprat tona që ne punojmë në këtë botë. Prandaj mos të jemi në shkujdesi. Dynjaja është e ligë. Dynjaja dhe shka në të është e mallkuar, thot profeti alayhis salam, përveç atij që i jep dije njerëzve dhe përveç atij që e përmend Allahun azza wa jall. Dynjaja kur ti hedh një hap, ajo të ka përqafuar. Kur ti shkon drejt saj duke ecur, ajo tashmë ka ardhur tek ty dhe të ka bërë prit dhe të ka tunduar me të gjitha format e saj joshëse. Prandaj puno fort për shokun tënd që nuk të lë asnjëherë vetëm, që janë pikërisht vetëm punët që ne veprojmë në këtë botë të përkohshme. Prandaj njeriu, familjen edhe pasurinë që e shoqërojnë deri në varr, njeriu nuk duhet të lidhet me të gjithë qenin e tij, me familjen e tij dhe me pasurinë e tij, por ti shoh si dy mirësi që e ka dhënë Zoti i gjithësisë, dhe këto dy mirësi ti kthejnë në përfitim që ti bëjnë që të futen tek veprat e tij të mira, edhe pasi ai largohet nga kjo botë e përkohshme, këtë lënë një familje të harit, të fëmijë të harit që luten për të, dhe i shkon sevapi edhe në varr, dhe pasuria e tij, ai duke qenë se ka dhënë shumë nga pasuria e tij, edhe pasi ai është larguar nga kjo botë e përkohshme, pasuria e tij jep kontribute, pra të investosh jo vetëm për këtë botë, por investo më shumë ti për atë botë që është e përhershme, që është bota tjetër, të nderuar besimtar. Dhe kjo është pikërisht ajo që ne nuk duhet të harrojmë, që ne do të largohemi nga shkujdesja në cilën ka kapluar jetën tonë, zemrën tonë dhe të gjithë jetën tonë të përditshme. Thjesht ne falemi dhe vazhdojmë jetën si gjithë të tjerët, por të dimë që çdo ditë largohet një pjesës nga pjesa e jetës tonë, dhe ne vetëm se afrohemi me exhelin tonë, me caktimin që do të largohemi nga kjo botë e përkohshme. Allahu azza wa jall flet në shumë vende, o ju që keni besuar, bëni punë të mira, dhe në shumë vende të tjera tregon se çfarë i pret ata që bëjnë punë të mira. Wa bashiril ladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dhe përgëzoja ata, jepi myshdë atyre, thot Allahu azza wa jall, që besojnë dhe bëjnë punë të mira, për ata do të ketë xhenete që në të rrjedhin lumej, thot Allahu azza wa jall. Në një vend tjetër thot, dhe përgëzoja ata që bëjnë punë të mira dhe besojnë Allahun azza wa jall, fala khawfun alehim wala hum yahzanun. Pra ata nuk ka asnjë lloj frike dhe ata asnjëherë nuk hidhërohen dhe nuk pikëllohen, thot Allahu azza wa jall. Ata që bëjnë punë të mira, thot Zoti i gjithësisë, dhe besojnë Allahun azza wa jall, për ta do të ketë maghfiratun wa ajrun adhim. Pra ata do të ketë falje, mëshirë të madhe, do të ketë shpërblim të madh tek Allahu azza wa jall. Innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ata, në të vërtetë ata që besojnë Zotin dhe bëjnë punë të mira të vazhdueshme në jetën e tyre, Zoti do të vendosë në zemrat e tyre dashuri, thot Allahu azza wa jall. Pra, të gjitha mirësitë në jetën tonë janë të varura tek besimi që ne kemi për Allahun azza wa jall, tek nënshtrimi dhe tek adhurimi që ne i bëjmë vetëm Allahut azza wa jall, dhe tek punët e mira që ne i bëjmë në vazhdimsi të jetës tonë, dhe aty është e gjithë mirësia, thot Allahu azza wa jall. Pra na jep qetësinë shpirtërore, na jep xhenetin e amshueshëm, na jep faljen, mëshirën. Në një ajet tjetër thot maghfiratun wa rizqun kerim, falje dhe furnizim bujar nga Allahu, që është bujari më i madh që jep më të shumti, thot Allahu azza wa jall. Të nderuar besimtar, ne na takon punojmë në atë formë, në atë lloj dimensioni që e dëshiron Allahu azza wa jall dhe e dëshiron i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj
punoni, thot Zoti i gjithësisë, sepse punët tuaja një ditë do t'i shoh Zoti i gjithësisë, do t'i shoh i dërguari i tij, do t'i shohin mbar besimtarët, thot Allahu Azza wa Jall, dhe ju do të ktheheni tek ai që e di të fshehtën, dhe do t'ju informoj një për çfarë keni vepruar, thot Allahu Azza wa Jall. Ky ajet do ta fus gjithë secili prej nesh në meditim, në raport me jetën e tij, se si ai po jeton. Në radhë të parë, besimi se si ai është një rob që adhuron Allahun Azza wa Jall, të rregullojë raportin e tij me Allahun Azza wa Jall, duke qenë t'i çojë në vend të gjitha detyrimet që ka përballë Allahut Azza wa Jall, të jetë një rob besnik i sinqert me besim pa lëkundur ndaj madhështisë së Allahut Azza wa Jall, dhe atij t'i lutet, kërkojë ndihmë për çdo gjë dhe vetëm atë ta adhurojë. Dhe këtë raport të besimit të tij me Zotin ai pastaj e derë në praktikë më së pari tek prindrit e tij. Duke bërë vepra të mira për prindrit e tij, ai kënaqet edhe Allahun Azza wa Jall tek bashkëshortja e tij, tek fëmijët, tek familja e tij, tek parafisi i tij, në punë, në jetë, në mbar shoqërinë, ai bëhet shembull unik dhe ai rrezaton vetëm mirësi në saj të gjurmëve të besimit, në saj të punëve të mira që ai bën fal besimit që ai beson tek Allahu Azza wa Jall, që është gjëja më e shtrenjtë për gjithë secilin prej nesh, dhe njeriu me besim të shëndosh vetëm se i jep paqe, mirësi, rrezatim të mirë, dashuri, fjalë të mirë, buzëqeshje njerëzve që rrethojnë, dhe ai me të gjithë qenien e tij vetëm bën vepra të mira. Kur ecën me modesti, kur ecën ai e ruan shikimin. Pra, njëri si e thjesht i kthehet në punë të mirë kur ai ka besimin tek Allahu Azza wa Jall, e ruan shikimin e tij, është i thjesht dhe i përshëndet njerëzit, i takon njerëzit me buzëqeshje dhe flet mirë kur flet, dhe kur nuk ka për të folur më mirë hesh, pra bën punë të mirë në çdo moment të jetës së tij, dhe kur nuk ka mundësi, siç i tha profeti alayhis salam, e këshilloi një shok dhe i tha bëj këtë punë të mirë, dhe ai tha nuk ka mundësi o i dërguari i Zotit. Dhe i tha fol një fjalë të mirë, nëse nuk ke mundësi për të bërë këtë vepër të mirë, ai tha nuk ka mundësi të flas as fjalë të mirë. Atëherë profeti alayhis salam i tha paktën mos bëj keq. Dhe kjo është sadaka për ty. Pra grada më e ulët është nëse ti nuk ke forcë, nëse ti ja ke dorëzuar shpirtin tënd të mallkuarit shejtanit, të mallkuar, atëherë të paktën kontrolloje veten, dhe të paktën mos bëj keq nëse ti nuk ke forcë për të bërë mirë, të nderuar besimtar. Pra të punojmë në atë formë që një ditë do të dalim para Allahut dhe çdo gjë do ta shohë sheshit Zoti i gjithësisë dhe para besimtarëve dhe para profetit alayhis salam. Kjo është gjë shumë tronditëse për gjithë secilin prej nesh, se gjithë ne jemi mëkatar, gjunaqtar, kemi mëkate që i di vetëm ne dhe Zoti i gjithësisë, dhe kjo gjë kërkon pendim tek Allahu Azza wa Jall, jo humbje shpresë, por të strehojmë tek mëshira e Allahut Azza wa Jall, të nderuar besimtar. Atë ditë nga dënimi i frikshëm, thot Allahu Azza wa Jall, për keqbërësit, për ata që nuk bën vepra të mira dhe ishin zullumqtar, thot Allahu Azza wa Jall, atë ditë ata do të thonë mirë për ne, dhe sikur ata të kishin të gjithë pasurinë që përfshin në toka, thot Allahu Azza wa Jall, dhe të njëjtën gjë me këtë pasuri dhe një pasuri të tillë tjetër, ata do ta jepnin pa frikë, vetëm të shpëtonin nga dënimi i Allahut Azza wa Jall ditën e gjykimit. Wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Ky ajet është shumë i frikshëm, merrues për gjithë secilin prej nesh. Dhe atë ditë njerëzit do të merren në llogari edhe për ato gjëra që nuk i kanë çuar dot në përmend. Thot Allahu Azza wa Jall. Imagjino gjën më të imët, gjunahun më të papërfillshëm që ne e shpërfillim duke thënë është një gjunah mëkat i vogël. Atë ditë drejtësia, dija e Allahut Azza wa Jall do të zbatohet. Gjykata e lartë e drejtë e Allahut Azza wa Jall për çdo zullumqtar që veproi dhe jetoi me moskokçarje në këtë botë. Atë ditë, thot Allahu, do të merren në pyetje, do të japi llogari edhe për ato gjëra që njeriu nuk i çon dot në përmend në këtë botë përkohshme. Dhe njeriu atë ditë thot sikur të kem pasurinë e gjithë botës. Pra imagjinoni sa pasuri ka sot gjithë bota, gjithë njerëzit, nga më i varfrit deri tek më i pasuri. Sikur të keni një pasuri të tillë, më një herë e japim, kanë edhe një tjetër përsëri e japim, thot Allahu Azza wa Jall, vetëm që të shpëtojnë nga dënimi i ashpër i Allahut Azza wa Jall.
Dhe njeriu e shpëton vetëm besimi dhe punët e tij që ka bërë për hir të Allahut Azza wa Jall. Është meruese dita e gjykimit përballja me vdekjen. Kiameti që nuk ka nevojë për as shenjë të vogël dhe për as shenjë të madhe për gjithë secilin prej nesh, është kiameti që është vdekja jonë, që ne do të përballemi pa pikë dyshimi në të. Unë nuk e di çfarë do të ndodhë me mua, tha profeti alayhis salam, ditën e gjykimit kur dal para Allahut, që ai ishte më i dashuri tek Allahu Azza wa Jall, i fundit i profetëve, njeriu më i lartë. Njeriu me pozitën më të lartë tek Allahu Azza wa Jall, që la pas edhe Xhibril Eminin alayhis salam dhe shkoi sipër 7 qejve, shkoi mbi arsh. Dhe ai e kaloi Xhibrilin e la pas dhe përsëri thotë, atë ditë nuk e di çfarë do të ndodhë me mua. Dhe i thanë, o dërguari i Zotit, as ti nuk shpëton nga veprat që ke bërë në këtë botë, pasha Allahun, edhe mua nuk më shpëtojnë dot veprat, punët që bëj në këtë botë të përkohshme, përveç se Allahu xhelle xhelaluhu të më mbështjell me mëshirën e tij të pafundme. Pra, ku profetin alayhis salam nuk e shpëtojnë veprat e tij, ne duhet të kemi frikë dhe çdo punë ta bëjmë me sinqeritet për hir të Allahut Azza wa Jall, të tutemi përballë madhështisë së Allahut Azza wa Jall, të kemi frikë për çdo hap, për çdo sjellje, për çdo shikim, për çdo pasuri që ne jemi lidhur fort, të japim nga pasuria që na ka dhënë Allahu Azza wa Jall, të bëjmë vepra të mira me gjithë jetën tonë, sepse vjen shumë shpejt vdekja dhe mund të jetë tepër vonë kur ti të largohesh nga kjo botë e përkohshme. Pa edhe profetin alayhis salam nuk e shpëtojnë dot veprat. Atëherë pse ne duhet punojmë? Mund të lind pyetja nga një besimtar. Ne punojmë sepse besimi tek Allahu padyshim që mbahet gjallë vetëm me vepra të mira. Po pse ne punojmë kur ne nuk e fitojmë dot xhenetin? Sepse punët e mira dhe me besimi i shëndosh është mjet, është një shkak që ne të trokasim, një çelës që ne të trokasim tek dera e rahmetit e Allahut Azza wa Jall. Pa besimi dhe pa vepra të mira, ne nuk shkojmë dot tek ajo derë që t'i lutemi dhe t'i përgjërohemi, të fitojmë mëshirën e Allahut Azza wa Jall, e vetmja gjë që e shpëton gjithë secilin prej nesh. Dhe pikërisht janë veprat dhe besimi që ne kemi tek Zoti, është shkak i rëndësishëm që ne të trokasim tek kjo derë e mëshirës së Allahut Azza wa Jall. Pa to ne nuk kemi ku të shkojmë, të nderuar besimtar. Prandaj ky është xheneti, wa tilka al-jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Dhe ky është pikërisht xheneti që ju sot do të trashëgoheni, thot Allahu Azza wa Jall. Do të jetoni në përjetësi në të, në sajt të asaj që ju vepruat në atë botë, në sajt të punëve të mira që u bët në atë botë, do të thoj Allahu Azza wa Jall. Dhe ai që shpreson takimin me Zotin e tij, let besoj Allahun, takimin me Allahun Azza wa Jall, dhe të bëj vepra të mira të vazhdueshme dhe të adhuroj Allahun Azza wa Jall dhe mos t'i shoqëroj atij shok në asgjë dhe në adhurim, thot Allahu Azza wa Jall, të nderuar besimtar. Një ditë profeti alayhis salam lexon një ajet ku thot walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun, tha profeti alayhis salam në këtë ajet, dhe ata japin atë gjë që duhet ta japin, thot Allahu Azza wa Jall, dhe zemrat e tyre janë të frikësuara për atë çfarë ata po bëjnë, thot Allahu Azza wa Jall. Dhe Aisha radiallahu anha i thot, o i dërguar i Zotit, për këta Allahu e ka fjalën për ata që pinë alkool edhe vjedhin, jo, i thot i dërguar i Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ky ajet ka të bëjë për ata që e besojnë Allahun Azza wa Jall dhe bëjnë vepra të mira, por kanë frikë, pasi bëjnë një vepër të mirë nuk e dinë dhe zemrat e tyre drithërohen, vallë, Zoti, a do ta pranoj këtë gjë nga mua? A do ta pranoj këtë vepër Allahu, unë këtë vepër ai kam bërë për hir të Allahut Azza wa Jall apo jo? Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Këta vetëm se garojnë për punë të mira, lexoi profeti alayhis salam, dhe për punë të mira këtyre asnjëri nuk ja kalon, janë të parët, thot Allahu Azza wa Jall, të nderuar besimtar. Pra, të besojmë Allahun, të bëjmë vepra të mira dhe të bëjmë ashtu siç e dëshiron Allahu dhe i dërguari i tij, dhe të jemi të sinqertë në veprat tona, sepse çdo vepër e bërë pa sinqeritet për hir të Allahut Azza wa Jall, ajo nuk ka asnjë vlerë ditën e gjykimit, të nderuar besimtar. Dhe profeti alayhis salam na tregon, thot, ka prej jush që janë besimtar të zellshëm,
që kur I shikojnë në pamje të parë, falen si ju dhe agjërojnë si ju dhe falen natën, namaz nate, por thot Allahu të gjithë punët e tyre të mira ja azgjëson, ja kthen në një pluhur, ja kthen në azgjëth, thot profeti alayhis salam. Dhe e pyesin dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, na I përshkruaj o dërguari I Zotit. Ai thot innahum walakinnahum aqwamun idha khalau bi maharimillahi intahakuha. Ata janë njerëz që I bëjnë të gjithë punët ndoshta edhe më mirë se ju, por kur janë vetëm për vetëm me ato që Zoti e ka bërë ndaluar, ata e shkelin kufirin e Allahut azza wa jall. Pra besimi del në pa, del në dritë, reflekton kur njeriu është vetëm përballë një gjunahu, përballë një mëkati, përballë diçkaje që Zoti e ka bërë të ndaluar, aty del në pa besimi I sinqert, pra sinqeriteti në vepra, sepse pa këtë sinqeritet, pasi që tregon profeti alayhis salam, Zoti ja zgjëson të gjitha punët që ne bëjmë, vetëm atyre që janë me sinqeritet, ato janë të ruajtura, të mbrojtura nga Allahu azza wa jall. Prandaj njeriu më I mirë, thot profeti alayhis salam, është ai që është më I dobishëm për njerëzit. Ne me besimin tonë dhe me veprat tona, vetëm se duhet bëjmë vepra të mira në çdo situatë të jetës tonë, të nderuar besimtar, sepse padyshim besimi mbahet I gjallë, mbahet I gjallë dhe aktiv në jetën tonë përditshme vetëm kur ne bëjmë punë të mira dhe garojmë për vepra të mira, dhe këtë gjë I bëjmë duke medituar për ditën e gjykimit kur dalim para Allahut azza wa jall. Bëj mirë, thot Allahu azza wa jall, ashtu siç Allahu bën mirë mbi ty, të jep të mira të vazhdueshme, thot Allahu azza wa jall. Prandaj të jemi pas atyre që jam të përhershme, që është shok I pandalshëm, që është shok që nuk na lë asnjëherë në balë, dhe është pikërisht vepra jon, janë punët tona që ne bëjmë në këtë botë të përkohshme, të nderuar besimtar. Prandaj besoje fort Allahun azza wa jall, dorëzoju para madhështisë së Tij dhe bëj vepra të mira derisa të vijë vdekja. Dhije qul innal amra kulluhu lillah, dhe thuaj çdo çështje me padyshim është vetëm në dorë të Allahut azza wa jall. Nuk ke pse shqetësohesh për asgjë tjetër në këtë botë. Ti edhe njeriu më të shtrenjtë, fëmijën tënd, pasurinë tënde, shëndetin tënd, shtëpinë tënde, çdo gjë që ti posedon, po nuk deshi është emanet nga ana e Allahut azza wa jall, dhe janë mjete që ne ti shfrytëzojmë për investim jo vetëm në këtë botë, por më së shumti për të investuar, që ne këtë investim ta përfitojmë kur të largohemi nga kjo botë e përkohshme. Janë mjete që ne t'i kthejmë në pafundësi, në përjetësi, në saj të mjetit të sinqeritetit që bëjmë vetëm për hir të Allahut azza wa jall, dhe binde veten që çdo gjë në dorë e ka Zoti I gjithësisë, nuk është as në dorën tënde dhe as në dorën time. Nuk është as në dorë të pasurisë tënde dhe as në dorë të askujt tjetër. Dhe çdo gjë e ka në kontroll Zoti I gjithësisë, Rabbul Alamin, Allahu Zoti I gjithë botëve të nderuar besimtar. E lutim Allahun ton, krijuesin e gjithësisë, që t'na jap, që t'na ndihmoj, që ta kujtojmë, ta përmendim atë, që ta falenderojmë Allahun azza wa jall. E lutim Allahun azza wa jall që t'na bëjë nga ata që dëgjojnë fjalën dhe pasojnë fjalën më të mirë. E lutim Allahun azza wa jall që t'na mundsoj të bëjmë vepra të mira dhe veprat tona të mira të jenë punët e fundit që ne bëjmë në këtë botë të përkohshme. E lutim Allahun azza wa jall që t'na bëjë ditën më të lumtur, ditën kur ne të takojmë Allahun azza wa jall të nderuar besimtar. E lutim Allahun azza wa jall që me punët tona të na bëjë ne çelësa të mirësisë dhe të na bëjë pengesë të së keqes Allahu azza wa jall. E lutim Allahun azza wa jall që të na I pranoj lutjet tona, në të vërtetë ai është dëgjuesi I gjithë ditur, dhe e lutim Allahun azza wa jall që ta pranoj pendimin ton, sepse është ai që e pranon pendimin ton dhe është ai që është I gjithë mëshirshëm. Allahun azza wa jall e lutim që të na bashkojë gjithë së bashku në xhenetin